E përmenda pak që familja e Daudit dhe Sulejmanit alayhis salam është familje e dalluar, dhe thash në mes rreshtave do të gjejmë që janë vlerat që e bëjnë këtë familje të veçantë në spektrin e familjeve profetike. Tek çdo familje profeti do të gjejmë patjetër vlera, dhe prej vlerave që do të gjejmë në këtë familje është ajo që sapo përmende, është çështja e drejtësisë, e dëshirës për të kontribuar në drejtësi, sepse kush më shumë se sa besimtarët duhet kontribuojnë në aspektin e drejtësisë. Drejtësinë e kishte, më thënë, mision të jetës së tij dhe Daudi alayhis salam, i cili ulej, ishte edhe pushtetar, përmendëm që ishte profet, dhe profetët e kanë drejtësinë pjesë të pandashme të misionit të tyre, por ishte edhe mbret, dhe një mbret. Kjo është qëllimi i ekzistencës së mbretërive, të pushteteve. Pikërisht për vendosur drejtësinë, ai ule dhe gjykonte mes njerëzve. Si të thuash, këtë gjë ai ja trashëgonte edhe familjes së tij, në rastin tonë Sulejmani ja kishte trashëguar këtë që një besimtar, një profet, një pushtetar, objektivin kryesor duhet të ketë drejtësinë. Ta vendos drejtësinë nëse ka absolute deri në kufirin absolut. Pra ishte një familje që kishte ushqyer konceptin e drejtësisë. Mirë po Zoti në këtë rast kishte dalluar fëmin më shumë se sa vetë tjatin. Edhe pse Zoti të dyve u kishte dhënë dituri, të dyve kishte dhënë urtësi, sepse urtësia është elementi i pandashëm në çështjen e drejtësisë. Të kesh informacion dhe dituri është diçka, po të kesh urtësi është diçka më e madhe se sa thjesht dituria.